Riza Lushta, një nga futbollistët shqiptar më të famshëm të gjitha kohërave, lindi më 22 janar 1916 në Mitrovic të Kosovës. Leksionet e para të futbollit i mori në qytetin e lindjes, duke u aktivizuar në klubin e futbollit Trepça, ku shpejt dallon si sulmues efektiv. Rreth vitit 1934, pas 2 vitesh aktivizimi në klubin e Trepçës, Lushta vendos të ndjek studimet në Shkollën Teknike Amerikane të Tiranës, ku nis të aktivizohet me ekipin e klubit të futbollit Tirana. Me Tiranën, Riza Lushta shkëlqen, duke u vlerësuar ndër më të mirët e ekipit, madje fiton titullin kampion qysh në vitin e parë të aktivizimit. Mëtej duke pasur edhe shërbimet e Lushtës, ekipi i Tiranës fiton titullin kampion 4 herë rresht, mes viteve 1934 dhe 1939, si dhe Kupën e Mbretit në vitin 1939. Në vitin 1939, gjatë një ndeshje miqësore që ekipi i Barit zhvilloi me ekipin e Sport Klub Tiranës në kryeqytet, trajneri italian mahnitet nga aftësitë e Riza Lushtës dhe të Naim Kryeziut, që të dy kosovar. Ai bisedon me trajnerin e Tiranës, Selman Stërmasin, duke i kërkuar që t'i marrë me vete dhe t'i aktivizojnë me ekipin e Barit, që në atë kohë jo vetëm që luante në Serie A, por kishte në përbërje edhe disa lojtarë të kombëtares italiane, të cilët pak vite më parë ishin shpallur kampion bote. Të dy bien dakord të luajnë me Barin, por se ecuria e tyre bie në sy. Riza Lushta tërheq vëmendjen e Juventusit, ndërsa Naim Kryeziu të Romës. Riza Lushta nisi të luajë për Juventusin si mesfushor i majt në sezonin 1920-1921, duke shënuar 9 gola në 26 paraqitje. Në sezonin pasardhës, ai shënon sërish 9 gola në 28 paraqitje, duke shpërthyer në sezonin 1922-1923 me 17 gola në 27 paraqitje. Lushta do të mbahet mend sidomos për 3 golat që i shënoi ekipit të Milanit gjatë finales së Kupës së Italisë, që u luajt më 28 qershor 1922. Ndeshja përfundoi me rezultatin 4-1 për Juventusin dhe me Lushtën si hero të ndeshjes. Pas ndeshjes, gazetat italiane nuk shkruanin se Juventusi mundi Milanin, por Riza Lushta i jep Kupën e Italisë Juventusit me 3 golat e tij të rrufeshëm në finalen kundër Milanit. Të paktën në një rast në vitin 1940, trajneri i kampionës së botës në fuqi, Vittorio Pozzo, e përzgjedh Lushtën me ekipin e kombëtares italiane, me qëllim për ta aktivizuar në ndeshjen me ekipin kombëtar të Hungarisë, që u luajt në Budapest më 1 dhjetor 1940. Por edhe pse Lushtës i publikohet emri në media si pjesë e ekipit kampion të botës, mbase për faktin se ende nuk ishte pasaport italiane, trajneri Pozzo nuk e aktivizoi në ndeshjen që përfundoi barazim 1-1. Në sezonin 1944-1945, Riza Lushta kaloi te ekipi Napolit. Një vit më pas te ai i Alessandris, që ishte pjesë e Serie A, ndërsa në vitin 1948 blihet nga ekipi i Cannes në Francë, ku luan për 3 sezone të tjera. Gjatë aktivizimit me Juventusin, Riza Lushta shënoi gjithsej 56 gola, duke u renditur si golashënuesi i 10 i huaj më i mirë i të gjitha kohërave të skuadra torineze, duke tejkaluar madje me 1 gol edhe Cristiano Ronaldon. Riza Lushta vijon edhe sot të ruaj statistikat e futbollistit më të suksesshëm shqiptar që ka luajtur në nivelet më të larta të futbollit evropian, duke shënuar gjithsej 68 gola në 180 ndeshje të Serie A italiane. Në vitet e fundit të karrierës, Riza Lushta luajti me skuadra të kategorive të ulta, si Siena, Forli, Rapallo, duke braktisur futbollin në moshën 38 vjeçare. Pasi la futbollin, Riza Lushta emigroi dhe jetoi për një periudhë të gjatë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke bërë punë të rëndomta. Riza Lushta u largua nga jeta më 6 shkurt të vitit 1997 në Torino në moshën 81 vjeçare. Vitet e fundit kishte jetuar i veçuar dhe i braktisur nga të njohurit dhe tifozët. Ai u varros në heshtje, në një qytet që dikur o shëtinte prej jehonës së emrit të tij, të thirrur në kor nga tifozët që egzaltoheshin me lojën e tij në stadiumin Olimpico të Torinos.